Vllaznia është gënjë në startin e sezonit të ri të kampionatit shqiptar të futbollit, ku qiblut nuk shkuan më shumë se një barazim 2-2 në një Skënderbeu me shumë mungesa, duke lënë të mërzitur tifozë shkodranë në shkallën e stadiumit. Pas sfidës trajneri Di Martini tha se fituam lojën pa mbaruar dhe se duhet më tepër pjekuri, ndërsa trajneri i Skënderbeut Julian Amataj u shpreh se ishte një pikë e fituar ndaj vllaznisë. Mendoj që e fitume lojën pa mbaruar. Ishte edhe golet se si mënyrën se si kena mësu. Kena minuta është për lojën për e kohët. Mendojnë lojtarët disa në shojnë raportet e tyre, bëjmë disa gabime në rreshtim që s'janë normale mu ba. Duhet më tepër pjekuri, sepse nga 2-0 ta kesh lojën në kontroll. Duhet kesh shumë qetësi, duhet çakollështër, duhet ta bësh nervozikë konstante. Kurse ne veprojmë. Kishim probleme, sidomos nxum shumë herë në kundërsulm, nuk ishim qartë. Normalisht janë 7 lojtarë që janë 3, akoma sa në harmonizu me ekipin, duhet shumë punë për me ba lojën tonë, gjithsesi pjesën e dytë bam zëvendësime, rregullum, bam dy gole, në qënoshim në një tjetër. Në ata momente kur do të që Milan goditjen, në shënu golin e tretë, pësojmë një gol nga hiqin, për pas topin kam na. Dhe pastaj vjen sikleti, mos dhe me njëshit, bëjmë gabime dhe pësumë dhe golin e dytë, pësoshim edhe një në fund për gabimet tona elementare. Të vish në Shkodër dhe të luash futboll është gjithmonë një kënaqësi e paparë, sepse këtu në vërtet është stadiumi mitik i Shqipërisë, por edhe i Shkodrës. Pra këtu është një fushë shumë e vështirë për të luajtur futboll. Vllaznia është gjithmonë konkurrente në çdo drejtim. Ne rrezikuam çdo gjë dhe pastaj rezultati do mund të kishte shkuar edhe në favorin tonë. Pra futbolli i njeh këto rezultate. Mendoj që me organikën që kishim, mendoj që është një pikë e fituar. Në javën e dytë të kampionatit, vllaznia do të përballet me Elbasanin e transferit.